Kjo është një nga mënyrat që qytetarët kanë zgjedhur për të freskuar në këto ditë të nxehta përvoluese. Shatërvani në qendër të Tiranës është kthyer në një oazë freskie. Të vegjël e të rritur shfrytëzojnë ujin për t'i shpëtuar vapës së madhe. Temperaturat sot kanë shënuar 36 gradë Celsius, ndërsa qytetarët përpiqen ta kalojnë me mënyra të ndryshme. Ti që në shikon në shpirt, me kapele, duke ecur, që të bëjmë? Di përvallojmë, duam të përvallojmë se s'bën. Asma e dërojmë që i e dërojmë. Duke ecur, duke mbrojtur nga dielli. Dalim në shesh, freskohemi, piramid, liçen. Disa kanë zgjedhur hijen, disa çadrat e disa kapelet si rrugë alternative për t'i bërë balë temperaturave. Ekspertët vijojnë që të këshillojnë qëndrimin në ambiente të freskëta, hidratimin e vazhdueshëm dhe shmangjen e daljes në diell gjatë mesditës.